A e dini se një autor amerikan I shekullit 19 I quajti shqiptarët populli më I egër ndër të bardhët, jo sepse ishin barbar, por sepse nuk u nënshtruan kurrë. Në vitin 1876, prifti dhe studiuesi amerikan Edward Abiel Washburn shkroi për Ballkanin dhe për një popull të çuditshëm që kishte mbijetuar mes perandorive. Ai thoshte se në jug të Ballkanit jetonte një pjesë e racës së lashtë pellazgjike, një popull që dikur kishte populluar Greqinë parahistorike. Sipas tij, kur në këto toka erdhën popuj të tjerë, kjo popullsi nuk u zhduk plotësisht. Ajo u tërhoq në male, ruajti gjuhën, zakonet dhe identitetin. Dhe më vonë, nën emrat Epirot dhe Maqedonas, këta njerëz mbushën ushtritë e dy figurave që ndryshuan historinë e botës, Pirros dhe Aleksandri të Madh. Por ajo që e habiti më shumë autorin amerikan ishte diçka tjetër. Në shumë vende të Ballkanit këto popullsi u slavizuan ose u zhdukën, por më në jug ndodhi diçka e rrallë. Gjuha e lashtë mbijetoi. Dhe sipas tij populli që e ruajti këtë gjuhë quhej shqiptar. Washburn shkruante se shqiptarët ishin ndoshta mbetja më e fortë e kësaj bote të lashtë, një popull I ashpër, I papërkullur dhe I vështirë për të pushtuar. Në gjuhën e shekullit 19, fjala egër nuk do të thoshte barbar, do të thoshte I pamposhtur, një popull që nuk u tret në perandori, një popull që ruajti gjuhën kur shumë të tjerë e humbën, një popull që mbijetoi. Dhe ndoshta pikërisht kjo është arsyeja pse shqiptarët kanë mbetur një nga kombet më të vjetra të gjalla në Evropë.